Johnny Depp fle për gjyqin me Amber Heard, miqt ma punuan pas shpine. Johnny Depp e quajti veten një manikim prove për lëvizjen e Me Too, ndërsa ka folur për mënyrën se si gjyqi me Amber Heard ndikoi në karrierën e tij. Në një intervistë me The Sun Times, ai u është referuar akuzave të tij nga Amber Heard të bëra në vitin 2016, kur ajo e akuzoi për dhunë në familje dhe kërkoi divorcin. Akuzat e Amber sollën dy gjyqe, një padi nga Depp në vitin 2018 kundrejt The Sun, që përshkroi me një gjyq në vitin 2020, ku gjykata vendosi se cilësimi i aktorit si dhunues grash ishte pjesërisht i vërtet, dhe një gjyq më publik, më në fokus të mediave në vitin 2022, nga i cili dolën shumë detaje nga jeta e tyre private. Kishte shkuar tepër larg. E dija që duhej të gjysmë shkatëroja veten. Të gjithë thoshin do të zhduket, por unë se besoja çfarë do të zhdukej. Fantazia e shitur në të gjithë globin, jo, s'do të zhduket. Nëse unë po përpiqem të përfaqësoj të vërtetën, do të jetë sikur t'i kem kryer veprat për të cilat akuzohen. Edhe fëmijët e mi do duhet të jetojnë me këtë. Fëmijët e tyre, fëmijët që kanë takuar në spitale, natën përpara gjyqit në Virginia, nuk isha nervoz. Nëse s'ke pse të mbash mend gjëra, nëse thjesht po flet të vërtetën, i jepi, thot aktori. Në një pikë tjetër të intervistës, pa përmendur emra, i thot se disa njerëz i kthyen krahët duke mos e mbrojtur para akuzave të Heard. Sado i çuditshëm që jam, disa gjëra nuk mund të besohen. Besnikëria ime është gjëja e fundit që dikush mund të vinte në dyshim. Kam qenë me të njëjtën agjente për 30 vite, por ajo tha në gjykat se sa i vështirë isha. Kjo është vdekje me letra me ngjyra. Këta të pabes që të gënjejnë, festojnë me ty, thonë të gjitha të merret pas shpinës tënde dhe mbajnë parat me makinerit e letrave me ngjyra që punon sepse çfarë duan ata, para. Po të them çfarë them, ka njerëz dhe më vin ndërmend 3 prej tyre që ma punuan pas shpine. Këta njerëz ishin në festat e fëmijëve të mi, duke i hedhur lart. I kuptoj njerëzit që s'mund të më mbronin, sepse gjëja më e frikshme për ta ishte të bënin zgjedhjen e duhur. Ishte përpara Me Too. Unë isha si një manikim prove për Me Too. Ishte përpara Leigh Weinstein. Dhe unë e përthitha të gjithën. Tha ai për lëvizjen e vitit 2017, kur disa gra akuzuan Weinstein për krime seksuale. Në intervistë, Depp foli edhe për rikthimin e tij në Hollywood. Sinqerisht, nuk shkova ndokund, tha ai, duke u referuar filmave të fundit që ka realizuar si Minamata dhe Jean de Berry, reklamave për Dior dhe filmit që do të dalë Die Drinker. Nëse do të kisha vërtet mundësinë të ndahesha, s'do të kthehesha kur, e ka përmbyllur fjalën e tij aktori.